zhvillime dramatike nxorën në pa me të gjithë shëmtin e tij narkoshtetin shqiptar, lidhjet organike të atij që e quajnë tashmë mediat ndërkombëtare Noriega i Shqipërisë apo Ramaduro i Europës. Dje u shpallën organizatë terroriste. Me sankcione të thella. Vëllezërit Hysi, miq dhe favorit të Noriegës apo Ramaduros. Mediat botërore sot në të katër anë të planetit informojnë këtë vllazëri. Këta janë 4-5 vëllezër. Si parelarësit kryesor të Sinaloas të Meksikës. Sinaloa e Meksikës është ndofta karteli më i fuqishëm i drogës në botë. Dhe jo vetëm i drogës, i shumë aktiviteteve tjera kriminale. Perendoria e miqve të Edi Ramës njoftojnë mediat botërore, perendoria ekonomike e tyre shtrihet në shumë vende. Në Kanada, në zonat e indianëve të Kanadas që kanë një lloj autonomie me pallatin magjik, me dhjetra e dhjetra restorante, hotele dhe klube. Por ato nga Quebeku dhe zonat e indianëve të Kanadas gjerë në Palermo të Italisë numrojnë në Vlorë, në Tiranë, në Shqipëri, numrojnë me qindra biznese, por në tërësi kazino lojra fati, me cilat në një marrëveshje lajnë miliardat e Sinaloas të Meksikës. Famoz vetëm restoranti Mirela restoranti, që mban emrin e bashkëshortes, ka transferuar në Shqipëri dhjetra milion euro nga zonat e indianëve të Kanadas. Tani, këtu kemi disa sekuenca. Pra, janë mediat Reuters, është Reuters, agjencia kryesore e lajmeve në botë, që njofton sanksionet kundër familjes të perendorisë së kazinove meksikane dhe që lanë fondet e kartelit dhe që është i lidhur
direkt me Edi Ramën. Vazhdojnë. Meksika i mbyll 13 kazino. Shqipëria asnjë. Asnjë kazino nuk i mbyll. Tjetër. Qeveria e Meksikës dhe Thesari gjuajnë apo godasin grupin kriminal të sektorit të Bixhosit, lojrave të fatit. Lajm tjetër, është ba lajm botror. Tjetër. Tjetër, përsëri, media të tjera. Vazhdoni, kjo është bërë lajm botror. Tani mundësisht deklaratat e Ramës. Përshëndetje, Kryeministër. Rugova Dunisha nga Fox News. 2 ditë më parë në mediat meksikane në fakt është publikuar një lajm ku thuhet se karteli Sinaloas ka lidhje të ngushta me Shqipërinë, konkretisht me vëllezërit Hysa, njëri prej të cilëve në mediat shqiptare ditën e djeshme është publikuar një fotografi 2 viteve më parë në zyrën tuaj. Cila është marrëdhënia me luftar Hysën, marrëdhënia juaj dhe si komentoni akuzat e medias meksikane mbi pastrimin e parave të kartelit të Sinaloas në Shqipëri? Faleminderit. Para punës njerë, unë nuk besoj se ka një dallim të madh midis medias në fjalë meksikane dhe medias tuaj për shembull. Unë mendoj që është e njëjta gjë. Që do thotë që mund thuhen edhe kujt ja thot televizionit Bolinos këto, kur nuk i levërdis. Dhe mbi të gjitha unë e konsideroj të neveritshme. Edhe një ktheje pak nga para këtë se e zhurmova vetë gabimisht. Me një artikull që del diku, kudo qoftë. Merret meksikane në fakt është publikuar një lajm ku thuhet se karteli Sinaloas ka lidhje të ngushta me Shqipërinë, konkretisht me vëllezërit Hysa, njëri prej të cilëve në mediat shqiptare ditën e djeshme është publikuar një fotografi 2 viteve më parë në zyrën tuaj. Cila është marrëdhënia me luftar Hysën, marrëdhënia juaj dhe si komentoni akuzat e medias meksikane mbi pastrimin e parave të kartelit të Sinaloas në Shqipëri? Faleminderit. Para punës njerë, unë nuk besoj se ka një dallim të madh midis medias në fjalë meksikane dhe medias tuaj për shembull. Unë mendoj që është e njëjta gjë. Që do thotë që mund thuhen të vërteta, por mund thuhen edhe shumë gënjeshtra. Dhe mbi të gjitha unë e konsideroj të neveritshme që me një cop letër që del diku, me një artikull që del diku, kudo qoftë, merret një familje tërë shqiptare dhe kryqëzohet këtu nga mëngjesi deri në darkë, pa e pyetur fare, ore kush jeni, ore ku jeni, ore me çfarë merreni. Dhe pastaj lidhet njeriu më i kërkuar në botë, pasuria e cilit thuhet se është më e madhe se GDP-ja e Gjermanisë, me një hotel me më pak se 100 dhoma në Vlorë. Ja. Dhe një nga kartelet më të mëdha të botës i pastroka paratë në Shqipëri. Unë nuk e di domethënë si bëhen këto, pa asnjë kërkim, pa asnjë verifikim. Thjesht kap shqiptar, kap amerikan, kap emra, përplasin mbas murit, ngrije e uli trafikant, ngrije e uli kriminal, ngrije e uli të gjitha të zezave, ju qofshi, dhe Zoti ju pas në kujdes gjithve ju që merreni me këtë sport. Realisht. Është realisht e dhimbshme
edhe është realisht e neveritshme, por unë jam krejt i pafuqishëm për të bërë kur çfarëdo gjë tjetër përveç se për ta vënë gjithë fuqinë time në dispozicion të vërtetave dhe të fakteve. Unë nuk njoh në një kartel, unë nuk kam asnjë lidhje me ndonjë aktivitet ilegal, unë nuk jetoj për të ngrënë më shumë dhe për të jashtë nxjerrë sa më shumë, unë jetoj për ca arsye të tjera që nuk ka mbase asnjë mundësi që t'ja u shpjegoj. Kështu që ju kam lënë Zotin të gjithë atyre që ndërtojnë të tilla fabula dhe jo vetëm për veten time, jo vetëm për mua, por për të gjithë ata që përfshihen në këto vrrulle të pa imagjinueshme sulmesh dhe goditjes që shkatrojnë familje, shkatrojnë jetë njerëzish, shkatrojnë nerva, shkatrojnë fëmijë, shkatrojnë gjithçka. Ju qofshi, nuk di çfarë të them domethënë. Doli një artikull atje dhe mbushet gjithë rrjedhi i kanaleve të vatanit këtu me një lumhane që nuk di domethënë se si bëhet për ta frenuar, është tetmërshme. Avokat, ministri avokat, vazhdojmë. Tjetëri. Bukur që më pëlqen ta ndaj me ty këtu. Po? Unë kam një mikun tim të madh që është nga Anglia, faktikisht nga Skocia dhe jeton në Londër. Po? Dhe ky miku im ka emrin Max Milligan. Unë kam jetuar me atë në Peru për 3 vjet. Dhe Maxi Bilës vllai i tij ka qenë drejtori Sky News në Angli. Po? Maxi është fotograf dhe bën libra. Bën fotografi dhe shkruan libra. Ka bë libra për Perun, Realms of Incas, ka bë për Skocinë, ka bë për Ganën, Ivory Coast, ka bë për Stone Age, ka bë për Iceland, Rumenia, dhe ky njeri donte dhe gjithmonë ka qenë interesuar, gjithë jetën. Bënte libër për Shqipëri? Bënte librin për Shqipëri dhe të promovonte. Po pse do shkonte ke Rama? Prit një sekond. Po. Tashti, gjithmonë dhe i kam të gjitha këtu Bilës në telefonin tim, i kam gjitha edhe mesazhe dhe gjithë bisedat me Maxin. Dhe unë, duke parë që Rama është edhe artist, edhe i pëlqen kjo lloj fushe, thash, e vetmja gjë që mund të bëj, ti prezantoj këtë projekt nëse mund ta mbështesë. Si e gjetët ju Ramën? Ramën e gjeta nëpërmjet një miku tim që e kam takuar rastisht, një miku tim gjerman që është një miku i mirë i Shqipërisë, që e ka ndihmuar zakonisht. Deputet i Bundestagut. Patjetër dhe e ka ndihmuar zakonisht Shqipërinë dhe unë jam krenar. Andando invece più nello specifico su cose su cui ci sono anche prove documentali, i suoi incontri con Luftar Isa. Come mai hai incontrato Luftar Isa qui nel 2020? Un altro nome che viene così. Ma scusa, ma io non vorrei perdere la mia possibilità di essere, diciamo, in onda da voi, parlando di nomi che non so neanche cosa vogliono dire e chi sono. Secondo le autorità canadesi è il riciclatore dei soldi del cartello di Sinaloa che qui in Albania ha avuto la concessione per fare un casino. Quindi parliamo di fatti e circostanze molto specifiche. Scusa, ma mi parla di nomi che non c'entrano, non hanno, cioè è un'offesa all'intelligenza del vostro spettatore. Per me che sono un giornalista, di il fatto che il Presidente del Consiglio albanese incontri una figura che poi si scopre che sia il riciclatore del cartello di Sinaloa, che è uno dei più importanti cartelli della droga, per me è una notizia questa. E io devo chiedere conto a lei, non farei bene il mio mestiere se non le chiedessi su questo. Scusa, io incontro tante persone, va bene? E io sono responsabile per quello che faccio io e per quello che sono le persone quando vengono da me. Poi, se una persona un giorno si riscopre che è una persona non in regola, sta alla giustizia di fare il suo lavoro e certamente sta a me, e sta al governo, e sta all'amministrazione di prendere le distanze. Cioè, è come se io le dico, ma scusa, ma lei incontra Francesco Becchetti che è un criminale, ma scusa, ma cosa vuol dire? Cioè lei fa il suo lavoro. Allora, io però sono giornalista e intervisto criminali e non criminali. Va bene. Lei, il Presidente del Consiglio, non dovrebbe incontrare i criminali. Va bene. I fatti sono un po' diversi in quale senso. Lì c'è un investimento
di una famiglia di Valona. Cioè, è una famiglia di Valona che non ha niente. Il padre è una persona conosciuta a Valona perché era uno dei più vocali attivisti verdi contro la costruzione della petrolifera italiana, e lui è diventato famoso per questo, e quella famiglia ha investito su uno dei più bei hotel poco a poco, Marina Bay. Marina Bay. Poi loro, che io conosco, perché io sono anche deputato a Valona, mi hanno detto: vogliamo incontrarti perché c'è un cugino conosciuto nostro, non so se cugino conosciuto, questo non lo so, che vive in Messico e che vorrebbe aiutarci, darci una mano per operare il casino. Ho detto: va bene, venite. Sono venuti, ho incontrato, mi hanno detto semplicemente che cosa... Volevano fare questo casino? No, che cosa, se c'erano impedimenti, cioè informazioni sulla fattibilità di una cosa del genere. Ho detto: noi abbiamo una semplice cornice per incentivare gli hotel a 5 stelle che non c'erano in Albania. Abbiamo messo anche abbiamo fatto un pacchetto di senza tasse per 10 anni, IVA 6%, senza tariffe per permessi di costruzione. Cioè, e poi abbiamo messo anche, se tu fai una richiesta per un casino che normalmente è 10 milioni di euro, a un hotel di 5 stelle, puoi ottenerlo a 500.000, cioè come un incentivo. Loro hanno questa struttura di 5 stelle a Marina Bay e automaticamente hanno avuto la concessione. Non è concessione, è licenza, okay. per... E in quell'occasione c'era anche questo Isa, questo cugino messicano all'incontro? Lui è venuto con loro. Perfetto. Per questo. Tutto lì. Questo mi ricordo. Una volta l'ho visto in vita mia. Poi ho visto, perché quando vado lì delle volte prendo un caffè, ho visto che hanno aperto. Tutto lì. Allora è investitore, è gestore, non so, tutto lì. Flet vetë, tregon vetë se si i dha licencën e hotelit, i dha lejen e hotelit me 5 yje, e shpalli investitor strategjik 10 vjet pa taksa, i dha licencën e kazinos, klanit të Sinaloas, vëllezërve Hysi, në një ndër pozicionet më të fuqishme, në kartelin më të fuqishëm të drogës në botë, që është Sinaloa. Pra, kartelet e drogës i kanë dyert e hapura anë kam në Shqipëri, por për qytetarë shqiptarë dhe për të gjitha ata të cilët duke refuzuar mbështesin narkoshtetin shqiptar, duke e mohuar ekzistencën, mbështesin narkoshtetin shqiptar, po lexoj për kufizimin. Se narkoshtet është termi politik dhe ekonomik, që përdoret për vendet në të cilat të gjitha institucionet legjitime janë infiltruar nga fuqia dhe pasuria e tregtisë ilegale të drogës dhe përfaqësuesit e kësaj tregtie. A ka penetrim më të thellë? A ka penetrim më të thellë
në shtetin shqiptar se sa përfaqësues të Sinaloas në zyrën e kreut të ekzekutivit. A nuk është kjo shkalla më ekstreme e penetrimit të tyre? A nuk është avokatia që i bën kryeministri në intervistat e tij? Këtu lere, shumë bukur. Avokatia që i bën kryeministri në intervistat e tij Ramaduro, përfaqësuesve të organizatës narkoterroriste Sinaloa, duke i quajtur një familje të ndershme e tjerë. Duke mohuar çdo implikim të tyre, duke bërë avokatin e tyre. Pra, nuk po hy të ndalem në institucionet tjera, ku kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste udhëheq përfaqësuesi i Sinaloas të Elbasanit, i kartelit të Elbasanit, ku ministrat i ka emëruar karteli Troplin i Durrësit, ku 28 deputet në parlament kanë ardhur direkt të mbështetur nga kartelet, ku gjykatës dhe prokuror kanë me qindra kilometra biseda dhe mesazhe me eksponent të krimit të organizuar, ku vetë Proda jo besohet, por pranohet nga të gjithë se është i emëruar nga Suel Çela, drejtori i përgjithshëm i policisë. Meqense se jemi në definicionin e narkoshtetit. Pra, të më thot kush, më thanë këtu një ditë mua gazetarët, më përmendën avokatën e popullit. Në qoftë se kreu institucionit nuk ka lidhje, jo dorën, pa as gishtin në zjarë nuk mund të avesh për atë institucion ti. Ai që më pyeti mua. Nuk ka vend që ata të mos kenë përfaqësues të tyre. Kushti pra i penetrimit të përfaqësuesve apo të parave të karteleve në administratë. Po kushti i dytë më dramatik është ai ekonomisë. Ekonomia shqiptare sot është ekonomi që dominohet me sektor kryesor, sektorin ku investon droga. Sektorin ku investon droga. Kjo ekonomi, apo në Shqipëri, për shkak të narko-eurove dhe narko-dollarve, pra, dollarve dhe eurove të klaneve kriminale të drogës, që futën në Shqipëri nga toka, deti dhe ajri, në sasirat pa llogaritshme. Eksporti është vlerësuar në mënyrë substanciale euro dhe dollari në kursin e përgjithshëm. Është vlerësuar me 30-35%. 30-35%. Ky vlerësim i ka dhënë një goditje fatale sektorit të eksporteve të vendit, i cili bie psonrënje 2 shifrore nga viti në vit. Çka do të thotë mbyllje mira normaleve të eksportit dhe çpunësimi masiv i shqiptarëve.
Ju rikujtoj se për të justifikuar këtë dramë të madhe të qytetarëve shqiptar të mira, të dhjetra mira, dhe në mos mbi 100.000 që humbisin vend dhe punës, Edi Rama quante industrinë e eksportit një industri të botës së tretë, e cila nuk kapse të ekzistojë në Shqipëri. Por narko-euro dhe narko-dollar kanë zhvlerësuar me 35%. Çdo euro dhe dollar që vjen për familjet shqiptare nga familjarët dhe të afërmit e tyre jashtë vendi. Narko-euro dhe narko-dollarët kanë shkaktuar rënjen në recesion të prodhimit industrial për shkak goditjes madhe të eksportit, rënjen të madhe të prodhimit bujqësor. Ekonomia shqiptare sot ka 2 shtylla kryesore. Ndërtimin më kryesor, i cili është rezultat i investimit të miliardave të fondeve të drogës nga kartelet e drogës. Shqipëria, si narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë, sipas Eurostat, ka tregues në ndërtimit 3 herë më të lartë se në Europë. Jashtë të gjitha nevojave për ndërtime në këtë vend, që ka humbur 700-800.000 banorë në mos 1 milion gjatë 10 viteve të fundit në migracion. Pra, goditjet madhe ka marrë turizmi për shkak të zhvlerësimit të euros dhe dollarit dhe për shkak të largimit masiv të shqiptarëve nga Shqipëria. Ata të cilët mohojnë ekzistencën e narkoshtetit që po trajton shqiptarët më keq se çdo pushtim në historinë e tyre, që po varfron shqiptarët më shumë se çdo regjim tjetër, që ka shluar Shqipërinë në eksportues kryesor të krimit organizuar, të drogës dhe trafiqeve kriminale, ata de facto mbështesin narkoshtetin në Shqipëri. Në të gjithë parametrat, absolutisht në çdo parametër, Shqipëria plotson çdo tregues për narkoshtetin, përveç mbrojtjes që i bëjnë zyrtar të korruptuar, propagandës bajate të qeverisë, e cila synon të vazhdoj t'i garantoj narkoshtetit barbarin mbi shqiptarët. Tani, për ta mbyllur, unë kam zgjedhur këtu intervistën e djeshme të një prej prokurorëve më guximtar të Italisë, të Napolit, Nicola Gratierit, i cili thot se Shqipëria është një narkoshtet i mirëfillt, dhe jo vetëm kaq, por thot se Shqipëria është i vetmi vend ku organizatat kriminale shqiptare, ku organizatat kriminale lajnë parat në vendin e tyre, sepse janë një me qeverinë dhe institucionet. Nuk guxojnë
Ndragheta t'i laj parat Itali sepse antimafia e gozhdon. Por në Shqipëri kanë parajsën e tyre. Besoj se me këto publikimet sotme nuk mundet të kundërshtoj njëri burimet, lidhjet e Edi Ramës me grupet terroriste, narkoterroriste më të fuqishme të planetit dhe burimet e narkoshtetit në Shqipëri. Faleminderit.